Përmbytjet e lumit Vjosa kanë dëmtuar rënd serat e luleshtrydheve të rreth 60 kultivuzëve të kafarajt në Fier. Rreth 300 dynim në pikun e prodhimit u përmbytën 2 muaj më parë, duke lënë sot të gjithë prodhimin mes baltës jo cilësor dhe pa çmim në treg. Fermerët e dëmtuar pohojnë një zëri se në 5 herë që janë përmbytur që nga viti 2015, vërshimi i Vjosës në janar të këtij viti i ka goditur më rënd. Është herë 5 që neve mbytemi na lumi. Kemi bizetuar me këta komuna, bashkia, po nuk na kanë thënë një gjysmë llafi për këto problemet e tona. Unë kam 5 dylim. Nuk i kam këtu, i kam ata, këtu te stacioni këtu. Dhe tashti ne kërkojmë një ndihmë nga shteti që të na përkrajt, se ne puno, mbill, e mos fito. Po mbi 13 milion lek po. Që ne kemi totali i 5 dylimshës. Vetëm demi. Vetëm demi, që na iku, na data 8 janar edhe këte, neve edhe kur të vjelim në prill. Edhe shikoni edhe vetë, shiko që bëhet. Atje jam me familjen, atje të toka, atje nuk shkel do të brenda vetëm na lumit. Këtu nuk ka ardhur njeri fare, as njeri, vetëm Marcela ka ardhur kur ka dalë lumi, me këta mitë tanë këtu. As njeri në këta. Para një muajsh, premtimet janë dhenë, para një muajsh kemi qenë të liqeni. Atje, ka ardhur zvenc ministri e Balluku, jo ai ishte në vend tjetër, ishte me avione. Ka ardhur ai financave dhe ministri bujqësisë. Kemi ngritur zërin tonë atje si fermerë në kafaraj, atje, ishim mbi 20 vjet atje, dhe na premtoi zvenc ministri, na tha që do vim, do vlerësojmë mallin. Mbaroja konferenca që kishin ata plan atje dhe kemi kapur veçanërisht ministri e bujqësisë. Kemi qenë 10-15 shok atje dhe i kemi thënë që kështu. Në krye të javës ta do vi me deputetin e zonës edhe unë veta do shikoj gjendjen. Do dhemi në fshatin Kafaraj, unë kam 8 dylim luleshtrydhe edhe jam përmbytur datën 8 janar, edhe ngritim zërin ton. Thirrëm dhe deputetin, na erdhi dhe zvenc kryeministria, na erdhi dhe ministri i bujqësisë dhe na kanë premtuar që do na dëm shpërblim gjatë muajit shkurt. Muaji shkurt kaloi, ne nuk është se po i vëmë një afat, po deri tani s'kemi parë asnjë lloj vlerësimi. Demi është i shkaktuar diku tek serat e mia mbi 3 milion lek përveç strukturës serave në prodhim. Dhe kam 15 dylim luleshtrydhe ser. Janë përmbytur këtë gjitha dhe është një dëm shumë i madh. Ja shikojeni edhe vetë, pas një muaj e gjysmë, 2 muaj, kjo është akoma me baltë, që nuk del në treg, në treg do dali të paktën për një 2 muaj po dolëm. Ishim në treg. Ishim duke shitur, edhe ishim goxha mirë. Ata pojnë gjithashtu se dëmet e përllogaritura arrin në miliona lek, ndërsa deri më sot asnjë komision nuk ka dalë në terren për të verifikuar dëmet. Duket kaq paradoksale, thon ata, na premtuan se do të na dëshpërblenin brenda muajit shkurt dhe s'ka dërguar asnjë komision për të parë nga afër situatën. Këtu në total janë rreth 300 dylim luleshtrydhe, që ka kapur lumin si vjet. Dhe ne llogarisim rreth 3 milion të vjetra për dylim. 2,3 varet nga. Dhe dëmi është biles në kapim në pikën më kulminante, kur kush është çmimi në maksimum edhe prodhimi ishte në maksimum. 20.000 lek një ark. I bie 4.000 lek kile luleshtrydhes. E kupton? Prandaj na del me kosto kaq të lartë humbja, sepse ne në atë kohë kur shitesh luleshtrydha mirë neve ne u mbytëm, e kupton? Tani s'kemi ne prapë është gjysmë çmimi që ka qenë, kur dalim ne do vemi me 5.000 lek, ajo 4 gjysmë ka koston e arkës bosh bashkë me ato shpenzimet e tjera. Fillon receli pastaj dhe iku viti. Tani, ne na premtuan specifikisht vetëm për luleshtrydhe zvenc ministria Belinda Balluku. Na premtoi për të na dhënë vetëm për luleshtrydhen në dominit dëshpërblim. Ashtu. Dhe si përfundim ka kaluar 1 muaj nga data që ata na premtuan. Ne po i presim, jemi në pritje. Po sa do presim? Sepse iku sezoni. Tani se si do vlerësojnë ata, nëse kanë ndërmend të japi, se si do i vlerësojnë ata dëmë pa i parë, nuk e di unë se çfarë mendje kanë. Kupton tani ti? Sa do t'i japin ata dëshpërblim, nuk arrin dot në kotat që neve kemi humbur. Kam 15 dylim luleshtrydhe, njeris na ka ardhur fare. Po na thon, ore, si je mirë, je keqja, na thon një llaf. Fare s'vi njeri. Çe llogari dëmi kot kush t'jep njeri? 30 milion lek.
Ore s'ka ardhur njëri fare ri. Nuk ka ardhur asnjë kem robi. Jam një fermer që kam lule shtrydhe, kisha dhe specka dhe na ka dëmtuar komplet përmbytja. Këtu nuk ka ardhur asnjë komision që të vlerësojë mallin. Neve i kemi shpresat të shteti, po shteti na ka lënë mbasdore. Tashi ne nuk e dim çfarë do bëhet, përmbytjen e kemi. Unë kam 3 lule shtrydhe dhe si thashë edhe specka. Specka ka marrua, unë tash çfarë do bëj? Do punoj. Një 2 lymë janë ngrisur plasmas. Do t'i mbuloj, po duan të ardho, ku t'i gjej? Tash shteti të vendosi për neve. Asnjë komision nuk shikojmë, mall që vini juve që na bëni qefin. Se shtet s'ka këtu. Fermerët e kësaj zone, e njohur si ferma më e madhe e kultivimit të luleshtrydheve në Shqipëri, e kanë të bazuar jetesën te kultivimi i kësaj kulture, ndaj dështimit sezonit të saj për tasht shkatrues. Përballë kësaj situate, ata apelojnë një zëri për ndihmë nga shteti, edhe pse deri më sot nga përmbytjet e mëparshme nuk janë dëmshpërbyer asnjëherë. Ndërkohë prodhimi i luleshtrydhes vitin e kaluar në zonën e Frakullës arriti në rreth 9.000 ton, ndërsa sipas përllogëritjeve dëmi shkaktuar nga përmbytjet e janarit në sipërfaqen prej 300 dynim arrin në 300 ton.